Adelina, unë kam vetëm një gjë që kohëve moderne. Po kjo punë të bëjë Albano këngëtarë, mos ngel djalë më kem. Të kërkoj falje ti Goci, ti duhet qeshësh sa herë që përmendet. Do bëj kështu, më vdek Albano? Që Lugati. Okej. A është pak e marra më duket mu. Që ka e marrë? Alo? Jo. Jam të vjedh apartamentin 2XL, është e shtune, nuk janë këtu. Djelen e kanë shfaqen. Nuk janë këtu, e shtune është. Që ka djeles, miru pafshe. Miru pafshe. Jeta, si e? Ke ardi qik para kohë me të thonë ati që është. Si e një mirë? Mirë. Ju jeni apartamenti 2XL? Po mi shoqen e vemi. Keni ju shfaqe tjetër në televizor? Jo, ne djelen e shefti. Të shtunën, zakonisht e japim neve. Juli dhe Ermal, ju jeni më të mirë se ç'duhet. Genti ti nuk dan të njëjtin mendim me shokun. Çfarë problemi ke me kot? Jo mos i ulu, Po le tule, s'ka problem. Erdha për... Po i Terezima vjen për gjithë apartamentin ulu. Falni, urdhroni ju. Falni. Erdha për plaçkit një çik, jam plaçkit. Se erdhemi gos. Për plaçkit. Për plaçkit, na më fillon nga rrobat e mia. Po ti një fshet si mendos më. Po t'ja japim se gjuna. A jeni Terezima bur? Më fal, a jeni Terezima për t'ju grabis një çik? Ti t'na grabisësh po. Ki ardh me kputh që nuk bën fare zhurmë. Ora ndje keq, ndje keq. A ka ardhur për plaçkite këtu ti për grabite? Po. Prit dhe një gjysmë ore se marrëm ne, dhe vazhdon tamam direkt. Po jo, unë doja sot e kam të lirë. Ja, na. Jo. Pacientët të përdore këtu. Alo, po le vëzhi. Ja pra tash. I ram gabim. Po çaj ram gabim apo vjet tjetër për vjet me Na le tregojmë çfarë. Ta sqarojmë se gjuna tjetër. Është fillim e karrierës vet. A ka më ti cilësh i çika të çor rastin këtu ti? Edhe 100.000 lekë. Niço, tash. Urdhë. Un kam marrë për të grabit një çik. Shikoni se është çështje etike profesionale. Faleminderit, ti mjash edhe herë tjera. Ke fajmi kot. Është punë konkurrence, edhe ne ndjejmë krizën globale. Ashtu është me motor, ashtu është me motor. Je na merr edhe peng, se ku dihet çfarë. Ti mos u shqetëso fare. Po patët mirësin. Jo, mos u shqetëso fare se neve i mirëpresim hajdutët. Ne kemi 20 vjet që i votojmë, jo ty. Po çfarë flet, po këto. E kupton? Po kjo puna jote. Kemi 20 vjet votojmë hajduta. Po çfarë thoni? Goce, ja të kështu. O Goce. O Goce. Faleminderit. Këto janë 10 vjet kursimet i Julit. Po ja. Kjo si do vjet kursimet e Julit, ma i hangsh me çnosh. Ti kesh se duhet i ndihmojmë hajdutat jemi që jemi. Mirë, ik, shko, atje të keq urdhroni. Këto janë bijuteritë e dasmës Ermalit. Faleminderit. Po na mos e pasë si do ti këto, pse? Faleminderit. Më fal, edhe piskatori Ermalit. Jo! Po ne më t'japim. Jepi agenti. Të lutem vetëm atë mos e merr. Duket se paskar vetëm për piskatorin. Un kam thirrje morale, o merr vesh ti. Po s'ke fajmi të keqen motra. Kam thirrje morale. Edhe mu më shthy xhami makinës edhe nuk bëj kështu. Po i gar budallani. Un nuk jam ti spari. Un kam etikë dhe kam edukat. Po çfarë fletni? Etika ime profesionale dhe edukata bjen ndesh njëra me tjetrën, po me vesh ti që ne jemi në krizë globale. Është krizë gjithkund. Ashtu është. Çfarë hajdut me shkollë nalt?
Po s'ke fajmi, po këto... Dhe ta them një gjë, kur mos i trego ambicjet e tua një politikani asnjëherë, posaçërisht nëse je hajdut. Posaçërisht. Mos i trego ambicjet asnjë politikani në asnjë aspekt. Ore, po këto që merr ti që vjet janë lek gjaku, miko. S'ke lek gjaku. S'ke fajmi, po lodhesh. Kujt i flet? Se nuk e di ti ç'më ndodhi mua. Më ç'të ndodhi? Po ecja rrugës, se pa është një deputet me di biçikletë. Po filloja atë qesh si e çmendur, ke parasysh, deputet me biçikletë. Kthehet shoku im, kolegu im, i nderuar, i respektuar, se nuk ja them emrin tonë. Dhe më thot mu mos qesh, është biçikleta jote. Juli, fillo rrëfe vjedhjet e shokëve të tu. Mos u shqetëso, se edhe neve nuk është se jemi mbrapa. Për shembull Genti ka vjedh që 3 vjeç kumlla. Mos e ma bot veren barto plantacioni që e dogja me kumlla. Që të fasë të dora deri në rënd. Respekt. Ti themi gjëra, ti themi. 100 euro dëm, më çajin 100 euro. Respekt. Dëgjoj këtu ti, se nuk ka rëndësi kumlla. Ka rëndësi gjesti. Ashtu është. Ai gjesti. Ermali për shembull Gjesti. ka vjedhur atë kasafortën e Nasdaqit. Nderimet e mia. E kam vjedhur si ja. Po janë lek gjaku. Ama të paktën vjedhin ça vjedhin. Po e bëjnë gjumin qetra hat. S'na nga thoni njeri, s'na bizili asnjëherë. Ulu. Kurse unë e dashur hajdut Lleshë, jam një hajdut, jam Julian Deta, jam hajdut ordiner fare. Çel po sir thuaj. S'kam lënë ka pak pusete pa Adelina, je një detektive pak e trash. Prezantohemi. Kështu që jemi Çami. Hajde ku? Ore, Hajdutat ordiner. kush e solli këtë Kim Kardashianin këtu? Po ma hajdutat Se i ordiner. paska vu atë varsën Gjerdani me paska vu në pantallona, apo... Tjera, si e ka lu. Mos bëni fjalë me mua. Tope straftu. Rresht për një. Sta kuptove. Ne kishim respekt Jemi, shumë. për një. Rresht për një. Ka shumë të drejtë. Ka shumë të drejtë. Kët apartament janë bërë krime konstant. Kush i ka hënë Konstantët? Kujdes, e ke një konstant aty. Wow. Mos bëj shaka me mua ti. Krimi dhe dënimi. Ashtu është. Vet këtu. Po si jam? Tash vjen dëshkimi. Ka marrë vesh për atë. Bëjmë shaka. Mashallah. Mos e mush vetë shejtani, mos e mush. Po ta mbushi shejtani, jo goc. Mos ta prish të keqen. Po ta mbushi shejtani. Mos ta prish se kemi xhodën. Ti ai që ke bërë krimin më të madh. Ai është. Qishit e supa e bëri Juli. Ti ke këndu valle kosovare. Ti? Dhe keq. Valle kosovare ka kënu Hashim Thaçi. Ai se çaj. Shpat Kasaçi. Shpat Kasapi. Shpat kasapi. Shpat Kasata. Si ka më? Çokolata. Po më që këndon. Shpat korasanti. Një sekond. Mos e Mos shkoj. lëviz njeri. Jo, Jo, s'po lëviz kusht, ja, po na shef si po rrim. Kujdes me mu di karate, Po, sigurisht. përveç kësaj. Po. Dhe keq. Kung fu, Po. kickboxing dhe 47 fjalë tjera të rrezikshme, kështu që Wow. keni kujdes. Edhe ne dim kung fu Ky panda. çeka. Më fal një sekond. Me që dike këto 47 lafet e rrezikshme. Po këtë llafin e diti? Përveç që e di këtë, di unë edhe një tjetër. Si thot më vlla?
si thot, të lutem, qosë është nga të lafet që unë paramendoj. E di s'ka kjo? Mërë me thuj. Qa? Ma qaf shumë më fyve më. Qa thamë? S'ke faj. S'ka faj. Faltak. Oki më fyve. Ama mirë edhe unë ditë bëj pilaf, qa ka? Po nuk është pilaf ajo! Është pilaf me kuptimin e tretë të fjales pilaf. Alo! Alo! Qa thot? Ke njerë mirë, qa thot? Qa po thot? Po flet me hallën, alo. Une! Na ndimo Julina për këthe pa. Ja i sekund. Une jam! Unë Po, është. alo! Me hallën, vazhdo. Jo! Qyç jam i gra... Urdo. Do doja, vërtet do doja dhe do dëshiroja dhe do vlerësoja si kur qmonit intelektin tim dhe të shikonit Po ti intelektin tim. intelektuale fare mi gos. Paske një intelekt... Ja, let intelektin. Po truna. është Adelina Ismaili, më. Po i shofim intelektin. O më qa keni më dha? është Adelina Ismaili, më burë dhe përri kështu. Jo, edhe jo. Qa ka? Si më qa ka më bu? Adelina Ismaili më. Po shqiptar ka 20 vjetë që ndroj këtë skenë me pak shu. Po i shofim të shi. Mundet me më thirë vitë. Po një po shofim mo Shive, Erman Mamaji. Jo s'du me e pa fare. Po jë më. Te kanë 2-3 mujsh. Po 2-3 muj, po shpejt akoma. Po ja tu nejtë shumë më burë, shumë. O Julo, shqiptarë s'du të ndrojnë asjerë me pati që pashu të shi. Ja, jeni të rejtë që qarë full, mama. Qaka? Po mi qa kemi? Jul deda, Genzenela, Erman Mamashi. Unë po shikoja shoqatën e intelektualve. Me që bëm këtë bisedën intelektuale. Bezdishme sa po të erë. Pani. Bisedën intelektuale kena po. Alo. Që pra po flet me hallën, e shmeni halla. Alo. Po. 3.500 euro e ka koncertin me këndu. 25.000 euro e ka me sha publikisht. Me mundësi negociatave. Kështu. 150.000 euro, as ma pak, as ma shumë, pa mundësi negociata, e ka me ra para kamerave publikisht se herën e shkatrume. Herën e kalume, kam dal e shkatrume me manikyr, me pedikyr, me krejt edhe ja garantoj 10 vite. 12 vite, fushat. Por e t'ju bëj pyetja unë, fani që jam shuj dhe për ditë. Ajo duket pak e marrë kjo. Jo, po ta pyesëm. Pa pysim qa ka? Ju mos është Por tur. ne i pam intelektis pa pysim. Merësh me to? Falni, Qysht merësh vesh me to? a mund të që... Eve, tërë. Kur të merësh vesh me to, atëre A të pysim da diçka? imron mu. Si ka luat, mirë? Të pysim diçka? Kishte gjenti një Tung. Tung? Po, tung. Po si. Falë, Gjenti kishte një shëti që kam unë këtu edhe biznesa, apo si me ndënë? Na që Gjenti kishte një kuriozitet. Mund t'ju pysim diçka? Ju lutem? A jeti... Pa e pysim. Fyja, je kështu. Pa e pysim të shi. Folja? A jeti... Si me të thonë trosh, do më thonë ti... E shef? Për bardhen e shef? Kalon për shefu, Kali, futuron i shef ti. Kali të futuru. Shko? Her pasere, kështë, herë në 2 ditë. E ti, biri Zefit, a ishe elefantat roz duke të puthur në buz? Po, Zefi, shef elefanta, pa fut. Nuk shofej. Një gjë, Jo troqi, jo se shtur. Adelin. Samir ja fiks troqi. Si. Ermali, mos ja thuj. Jo, më të them. O, të them. Mu të them. Them drejtën. Nisha me të pyet, domethënë kur jemi kështu në tash të dy. A duket sigur ti
Ti po shef vetën tati që po rri me ty dhe me mu. Do me thënë që jemi të katërt bashkë. Në më të keqen. E mendoja vetëm për trash. Fal pak. Po Adelin, kot të pyet tash se këto ta fan fix troç. Ej, faleminderit që e that fix troç, ë? Kot të pyet, mos je pak e marr. Ose e vrasin çorapet. Më fal se isha ta thash çik rreth e rreth. Fal. S'ka gjë. S'ka gjë, ndodh gjithë. Prura unë atë e gjeta me sy. Fal. Si? Sa bukur qika. Aje pak e marr, aje. Pse më ka së? Ja, shikon. Ha shejtan. Ha shejtan. Mirë ta bëri. Aty. Bravo. Aty. No comment tha, no comment. Ja, janë pamje sa 1000 fjalë. Bravo. Fal, ju dy po mendonit, po flisni diçka e marrë, qendur e... Pa! Sa e bukur je moj vajz, Adelin, moj Adelin. Sa e bukur je moj vajz, Adelin, moj Adelin. Zonja dhe zotrin, kjo është Adelina Ismaili. Ikona e muzikës pop shqiptare. Vajza e cila ka thyer të gjitha rregullat, tashmë pafund vite në skenë, është një ndër në kënaqësi e madhe që kemi këtu të ftuar. Ishte pikërisht ai i ftuar që i duaj finale, si duar tërkitje shumë të fortë. Adelina Ismaili! Adelina. Bravo. Adelina. Ku ikën? Adelina, hajde Nuk do me. përshëndesësh Adelin? Kështë le të ikësh kaq tepër. Faleminderit shumë, kam nderin. Pikë parit përshëndes dhe të falenderoj Ervin Kurti, më falni, i cili më ftoi këtu. Faleminderit Vini. Dua ta falenderoj Turin, dua ta falenderoj Julin, dua ta falenderoj Ermalin, Gentin gjithashtu. Unë kam qenë klas 8 që dua të rikë shumë Adelinën. Faleminderit shumë, dua ta falenderoj tekst shkruesin, kompozitorin. Je ke ngatru Festival Adelinës. Këtë çmimi ju dedikohet, ju e Adelina duhet Ismaili, po. çmime. Gjithmonë në super form. Je Dhe marrë, kemi një ton. Kam Këngëtarja që gjithmonë ka bërë diferencën. Iki. Iku. Mos ja vini re, Ta mos ja shise e vini re. muzika, ta. Jo, lere këtë Me gjë mos ta merr shtëpi. Në duhet se do hidhet Genti pasaj. Na merr këtë po ashtu, merr këtë ishull. e dini ju vet. Thank you, Ciao, ciao. Adelina Ismaili. E po t'gjema, ja e sollëm dhe Adelinën. Mirë, gjithë aktorët e tjerë në skenë. Atere. Unë fix mas Adelinës, e? Po që gjani jemi njësoj. Mere kitarën, Ermal. Mirë, të nderuar miq, është puntata e fundit për këtë sezon. Do thyem gjëra. Jo, Do vi Sali Berisha? Sali Berisha do punë. Shiko ma thuj sop, turë që mos ta shu, do vi apo jo tani në Një këtë moment? ditë ndoshta do vi. Do me thënë nuk do vi. Edhe mund të vi. Hajde Sali, hajde. Qitë këtë salat që bëm në kod, do grim salatën. Gjithsesi merr kitarën. Lali, nuk e merë do të se ka gjodën. O, Lali. Me Jordan bje ishte kitarë. Lali. Mi më Lali, se du i gjokë shumë në këto nga realitetit fare. Jepi një kitaristit, jepi një karike Herë kitarë. të fundit të sezon, E, do pas dëgjojmë instrument, Ermal Mamaçin. E pas bandon instrument, të këndojë. Aki! Me që është ditë feste, hani, pini, kënaquni dhe këndoni. Po mbylli Dhe komunikimin. këndoni se paguan Lala Gjoni. Raki 6 ulua. Për gjithë ata që se besojnë që është Raki. Është Raki me vërtet. Me fund. Hajde. Mirë ai që rrim mbas nesh. Si ja bëri çik shumë për parfum, si ja bëri çik. Ha, kush do më provu? Të kesh Muzikë motor. O dolli bash. O Gjoda. Po. Ja kështu. Fillojmë. Hajde. Çeri bëhet kështu. Fonin i gotës, fonin i gotës. Jam qarë qunit ka. Skemi si Kush do jemi. bë gjiz? Kjo dolli është Alo. për vetë Sali Berishën. Alo.
Foli gotës, Alban. Alo, gota. Lale, sa... Qish bën kjo? Haj. Kush ta mblodhi sot? Lale, kjo e pifa këshura ki po më djegin s'jet, lot. Haj një kështu ta uli që kjo. Ta uli. Atëherë, zuar. E po, të paqa Julian. Nisë në erdhët. E po gëzuar, pra. Haj. Kush pret Sali Berishën, kush e pret Berishën, o Juli me Gëndbishën, Juli me Gëndbishën, o mamaqi, faqe drumbullaqi, hajde Lisa, dona vi Berisha, e kush e pret Berishën, kush e pret Berishën, e gjime Albano Bisën, erdi Gjoda Kacureli, o ma Lisa, dona vi Berisa, opa, sala, ribidopa, opa, sala, ribidopa, e kush e pret Berishën, Zonja dhe zotrin, ishte apartamenti 2x, jetuar për gjithë shumë të forë për aktorët tanë. Falenderi publiku, faleminderit Adelina Ismaili që ishte ftuar. Ne të gjithë takohemi në sketch show. Apartamenti fillon sezonin tjetër. Natë e mirë. Train